Modi në vend ka ndryshuar ndjeshëm që prej ditës së djeshme dhe duke sjellë rreshje të shiut, rënja e temperaturash dhe dëbor në zonat malore. Shkodra dhe i gjithë qarku përreth janë përfshirë nga moti i keq, por pa problematika serioze. Sipas njoftimit zyrtar të prefekturës, në 5 bashkitë e qarkut, Shkodër, Malësi e Madhe, Vaudejës, Pug dhe Fusharës, situata paraqitet e qetë. Të gjitha rrugët janë të hapura dhe nuk ka pasur probleme me furnizimin me energji elektrike, ndërkohë ndryshe paraqitet situata në disa zona të tjera verilindore të vendit, ku në verilindje një pjesë e mirë e territoreve, mbi 1000 metra mbi nivelin e detit janë zbardhur nga dëbora. Malësia e Krujës së zgjuar këtë mëngjes në një petkë të bardh, ku në fshatra si Shkreta, Bruzmali dhe Qafshtama, trashësia e dëborës arrin në disa centimetra. E njëjta situatë është regjistruar edhe në malësinë e Dibrës dhe në Bulqiz. Në zonat e larta si Lura, Selishta dhe Kalaja e Dodës, shtresa e dëborës ka kaluar mbi 20 centimetra. Deri më tani nuk raportohet për rrugë të bllokuara, por autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të lëvizin me kujdes për shkak të lagështisë dhe prezencës së akullit.